Ka njerë që morën vitamin C edhe menojnë që jenë të morë steril, e progresin e kanë mbi nivel. We gotta fight them back. Your secret stuff. E qysh është e mundun kjo? Kjo quhet efekti placebo, edhe ndodh kur trupi reagon jo prej substancës që e merr, po prej besimit që e ka fitu. Në fitness, kjo ka ndikim të merrësisht të madh. Nëse mendon që ndaj suplement, program apo teknik është tejet efektive për ty, shpesh herë trupi jot reagon sikur me qena 100% e vërtet. Për çet arsye ishe do gym bros të bo be për ndaj suplement e do tjerëve si ja u lan shaj. E pse ndodh kjo? Sepse truni aktivizohet dhe lëshon hormone si dopamin, adrenalina rritet edhe te e jep maksimumin në ushtrim. E në fund, s'është merita e ndaj suplementi magjik, është merita e përkushtimit tënd në gym. Çani shembull shumë i thjeshtë. Dikush që mendon se të marrë diçka që i rrit forcën, shpesh herë që pesha pak ma trona, edhe pse në realitet s'ka marrë kur gjë. E krejt kjo ndodh se në tru u aktivizu një dritë jeshile për me çu performancën në nivel më të lartë. Ama kujdes, se placebo nuk e zëvendëson as gjumin e as ushqimin e bile as konsistencën. Ajo thjesht e intensifikon efektin e këtyne. E kur ti i kombinon këto dyja, pra menjen edhe disiplinën, rezultatet janë fatale. Kështu që nëse e beson që je në rrugën e duhur, trupit tën më ta vërtetu këtë këto. E ti, a ki nina e her placebo efekt, tregom në komente. Njëkohësisht për ma shumë si kjo sot, follower bonit në çdo platformë, se dhe subscribe në YouTube.